Pite me maja buke dhe hithra apo hithenik me maje buke, përgatitja shumë e thjeshtë, shumë i shijshëm dhe bëhet shumë i shëndetshëm. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Morim hithat, kam bërë mbledhjen e hithave, të shkoha e tyre janë hitha të njohur. Mirë po kur bëni mbledhjen patjetër duhet që të bëni me dorsa dhe kur t'i prekni derisa të bëni zirjen patjetër duhet që me dorsa se përndryshe do keni djegësinë. Këtë mënyrë siç jam duke bërë përgatitjen mund dhe t'i ruani për dimër. Morim një tenxhere me ujë dhe vendosim në zjarr. Tenxheria duhet jetë e madhe. Vëzhgim zjarrin në temperaturë të lartë e vlojmë ujin në tenxhere. Uji në tenxhere ka fillu që të vloj, unë këtu kam hitha për një pite. Tash hitha kështu monde një dorë i kaloj direkt në ujë. Duhet t'i kaloj të gjitha. I kam pastru mirë. Marr një lupë dhe kështu i shtypi që hithat të kalon në ujë dhe i zi për 5 minuta. Nuk nevojitet një zirje gjatë, vetëm se 5 minuta është mjaftueshëm. Hithat i kam zier për 5 minuta, tash i largoj nga zjarri dhe ja kulloj ujin plotësisht. Kam bërë kullimin e hithave dhe i kam shtrydhë mirë me dorë, kështu gjithsa e kam kalu ujin plotësisht, i kam lënë një herë që të ftohet dhe më pas i kam shtrydhë me dorë. Tash i vendosi në një drazë dhe marr një thikë dhe bëj coptimin. Unë nuk i kam largu bishtat hithave, sepse kanë qenë hithat të njohur, nuk ka pas një nevojë. Qoftë janë hithat pak më të vjetër, atëherë do i përdorni vetëm se fletat, kështu të njohur do i përdorni plotësisht të gjitha. Nuk ka problem, sepse janë të njohura. Vonë të një thikë bëjmë coptimin. Tash dhe nga ana tjetër, mundohem që t'i prej në copsa të vogla kështu. Një thikë të mret. Shumë lehtë bëhet prerja. Në këtë mënyrë, siç e kam thënë, mund t'i runi dhe për dimër. Ti zbëni zirjen, kullimin, ti coptoni kështu me thikë dhe ti vendosni në përkese najloni dhe ti ruani që gjatë gjithë dimrit përgatesni pite. Tash hithat e coptuara i vendosim në një tenxhere. Kam kalu kështu hithat e coptuar në tenxhere, ja shtoj një lugë mesme me krip, një gotë 250 ml me qumsht, vetëm se me qumsht përgatiten asesi nuk guzon që mbushja të bëhet me kos, dhe masën e përzi mirë. Tash tenxherën e vendosi në zjarr dhe i zi zjarrin temperaturë mesatare. I zi hithrat kështu duke i përzirë vazhdimisht derisa masa fillon të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, tash e largojna nga zjarri. Mbushjen pasi e kam largu nga zjarri e kam lënë që të ftohet për gjysmore, tash ja shtoj 2 vezë. Dhe masën vetëm se e përzi mirë, asesi kur të është masa e nxehtë guzon që t'i hidhen vezët, sepse do prishen, vetëm e përzi që vezët të përhapen në përgjith hithrat dhe mbushja është gati. Pasi mbushja është gati, përgatisim brumin e këtij hithenikut, siç e kam thënë dhe në fillim, do përgatis hithenik me maja buke. Në një enë më të madhe shtojmë 200 ml me ujë të vakët. Unë jam duke përgatit në një tepsinë me numër 40 dhe për atë arsye këto masa janë të mjaftueshme. Ja shtojmë një lugë mesme me maja buke pluhur. Qofse përdorni të freskët, atëherë do përdorni shumë pak.
E përzim pak masën që të aktivizohet maja e bukës dhe fillojmë që ta shtojmë millin. Masat e millit asnjëherë nuk dihen fikse, do na duhen dikun 300-350 gram me mill. E shtojmë kështu pjesërisht millin dhe ja shtojmë një lutë mesme me krip. Dhe brumin direkt fillojmë që ta punojmë me dorë. Shtoj mill, punojmë derisa të bëhet një brum si i bukës. Në këtë mënyrë kontrollohet dhe trashësia. Kur përgatitni bukë, njashtu mund ta dani një pjesë bukës dhe ta përgatitni këtë pite. Gjëret, mill tjetër nuk duhet, është mjaftueshëm vetëm se e punojmë. Kam punu brumin, e kam punu mirë derisa është largu nga dora, kam fitu një brum si të bukës. Tash sipër brumit hedhi pak vaj, kështu mundohem dhe pjesën e poshtme ta bëj me vaj, që më let largohet nga ena. Më pas, kur dyfishohet brumi, tash enën e mbuloj dhe lojmë në ambient dhome që brumi të dyfishohet për 1 orë. Pas 1 ore, brumi është dyfishuar mjaftueshëm, e largoj nga ena, hedhi mill, pak davolinë pune dhe e kaloj brumin. Është bërë një brum shumë i mirë. Tash e punojmë pak brumin tek milli. Vërtet ka dalë një brum i mirë dhe brumin e ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Hedhim mill nëse ka nevojë, secilës pjesë ja japim formën e një kulaçit, duke e rrokollis në mill. Mënyrën e njëjtë veprojmë edhe me pjesën tjetër. Tash marrim kulaçin e parë dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. E hapim në masi të tepsisë. Mundohem të jap formën rrethore, pasi tepsia është në formë rrethore. Hedhi mill, më lehtë e kam kur bëj hapjen. Mundohem ta bëj hapjen në trashësinë e njëjtë nga gjitha anët e brumit. Pitet me hita janë shumë të shijshme dhe të lehta për përgatitje. Sidomos këto me majat buke apo hithenikët e kallamojt janë shumë shpejt përgatitja. Edhe mill dhe brumin e rrokollis tek shkopi dhe filloj që të bëj hapjen. Pasi kam bërë hapjen e petës e vendosi në tepsi. Tepsia është me numër 40, e kam lyer me gjallë të ngrirë. Tash e kaloj petën, kështu. Mundohem ta përhapi nëpër gjithë tepsinë. Dhe kështu me majet gishtave, qoshet i ngjes tek rrallët e tepsisë, që të rri harxhi në brendësi, për atë arsye i vendosi. Kështu nga rrallët. Tash ja kaloj mbushjen, kështu me hipa. Mundohem që ta përhapi mirë gjithë sipërfaqen e petës së parë. Mjaftueshëm është harxh apo mbushje për këtë masi të tepsisë. Sa më shumë që të ketë mbushje, aq më mirë do delë pitja. Tash e përhapi.
Kam përhap mbushjen, tash shtoj gjalp të shkrirë 5-6 lugë tek mbushja. Dhe tash do bëj hapjen e kulaçit të dytë. Dhe kulaçin e dytë do e hapi në mënyrë të njëjtë, vetëm në masi pak më të vogël se tepsinja, kështu duke I hedhur mirë me anë shkopit, duke ja dhënë trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Mënyra e hapjes është e njëjtë. Kam hap dhe petën e dytë, e vendosim mbi harxhin. Ndohem që ta përhapi mirë dhe bashkoj kështu qoshet e të dy petave, petës parë dhe të dytë. Kështu me majet gishtave, nuk ka nevojë që t'i formojmë rreth, vetëm se me majet gishtave shtypim qoshët nga gjithë anët e petës. Si përjashtojna 2-3 lugë me gjalp. Dhe pitën e fusim në pjekje në temperaturë 220 gradë rreth 20 minutave. Pitën e kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, sipër ja hedhi një gotë kështu me qumësht që të zbutet, derisa shpitja e nxehtë e merr shumë shpejt qumështin. Dhe e lojmë që të ftohet, njëkohësisht do e merr dhe qumshtin dhe do jetë gati për konsumim. Pitja është ftohur pak, ta ndojmë dhe një pjesë, e kam marrë qumshtin nga pjesa e sipërme, ende ka nga pjesa e poshtme, kur ftohet plotësisht e merr të gjithën. Ka dalë shumë e mirë, besoj se edhe në shije ka për me qenë e mirë, ashtu siç edhe është në pamje. Ja dhe si duket, hitheniki me maja buke, brendësia, gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë, pitet shishme të shëndetshme, ju bëft mirë, ju falenderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.